Qysh nga 12 shkurti, kryeministri Edi Rama në goditjet e SPAK është detyruar të riformatojë Akshin. Pas zbulimit të organizatës kriminale me në krye Linda Karçanaj, në krye të institucionit prezantohet Gentian Tafa. Betejë për ndarjen e parave të tenderave të Akshit kishte shënuar fillimisht pengmarrjen e zëvendësdrejtorit të Akshit dhe më pas të biznesmenit Geron Meçe. Denoncimi i Meçes është kontrolli i zyrës së Ergyes Agazit, nxori në dritë se si funksiononte kjo organizat që kishte mbështetje edhe nga policia. Tendera ndaheshin me drejtoreshën Karçanaj dhe kush nuk bindej përballej me shantazhe dhe dhunë. Hetimi i pengmarrjes zbuloi se edhe Komisioni i Prokurimit Publik kishte lidhje me veprimet e organizatës. Misioni i pashpallur i Tafës duket se është pajtimi i grupeve që përfunduan në SPAK. Pala e dëmtuar e Geron Meçes do të joshet me tendera me qëllim që të distancohet nga SPAK. Në këtë operacion ndihmon edhe KPP, i cili varet direkt nga kryeministri Rama. Ndërkaq grupi që gjendet në arrati Ergyes Agazit dhe Ermal Beqiri do të detyrohet të pranojë ekuilibrin e ri. Brenda kësaj kornize vijnë zhvillimet e reja. Më 17 mars 2026 Geron Meçe ju hap drita jeshile të përfitojë një kontratë 3 miliard lek. Objekti është ndërtimi i sistemit informatik dhe menaxhimit të proceseve të brendshme për drejtoritë e përgjithshme të burgjeve, institucioneve të vartësisë dhe infrastrukturës hostuese. KPP vendosi që Akshi të vazhdojë me hapat e tjerë të procedurës pasi u verifikua se oferta e kompanisë ABS të Geron Meçes ishte rivlerësuar. Shqyrtimi i ankesës kishte nisur në qershor të vitit të kaluar, por në gusht do të ndodheshin disa probleme që sollën kthesë në raportet e Geron Meçes me Akshin dhe KPP-n. Nga dosja e Akshit në SPAK mësojmë se rrëmbimi i Geron Meçes kishte lidhje ndër të tjera edhe me tenderin e mësipër. Dyshohet se personat të cilët organizuan rrëmbimin dhe kërcënimin ndaj tij kishin një autoritet apo lidhje brenda KPP që ka aftësinë dhe kompetencën për të verifikuar. Gjatë deponimit ai përmendi edhe emrin e një anëtari të KPP që sipas që është i lidhur me biznesmenin Ermal Beqiri. Me këtë të fundit, Geron Meçe tregoi se kishte konflikte të vazhdueshme në fushën e tij të operimit. Ky anëtar i KPP për të cilin Geron Meçe dyshohet ishte Kreshnik Ternova. Unë dyshoj se personi brenda KPP quhet Kreshnik Ternova me detyrë antar i këtij komisioni. Dyshimi im ndaj tij lidhet me njohjen që ai ka me shtetasin Ermal Beqiri. Ajo që dua të theksoj është se ka shumë procedura që edhe kur KPP më ka dhënë të drejtë, antari Kreshnik Ternova ka qenë kundër në minorancë. Siç është edhe një procedurë për mirëmbajtjen e sistemit të kamerave të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, ku ka antar në mbledhjen ballafaquese midis KPP dhe kompanisë ankimuese, i është drejtuar autoritetit prokurues që të klasifikojë si tender i klasifikuar, gjë e cila ishte drejt për drejt me qëllim për të nxjerrë jashtë loje kompaninë tonë, thuhet në dëshminë e Geron Meçes.